Ishim sot në Maltezi, në Ministerialin e Energjisë, për sa i përket procesit të Berlinit dhe për sa i përket gjitha masave që shtetet e rajonit të Ballkanit janë duke marrë për parafrimin në Bashkimin Evropian. Ky ishte një forum mjaft i mirë që kishte një bashkëpunim ndërmjet institucioneve financiare ndërkombëtare, ministrive të energjisë, por edhe gjithë aktorëve privat që duan të investojnë në rajon. Edhe një herë u theksua mjaft qartë gjitha politikat mbështetëse që qeveria shqiptare ka bërë për energjinë e rinovueshme. Shqipëria vazhdon të jetë kampion në energjinë e rinovueshme nëpërmjet gjitha skemave mbështetëse të ankandeve, por jo vetëm, edhe investimeve që tashmë kanë marrë jetë, si në rastin e energjisë fotovoltaike, të cilat janë bërë pa mbështetje qeveritare dhe vetëm me iniciativë private. Problematikë që ngritën gjithë shtetet e Ballkanit Perëndimor është taksa e re e karbonit e implementuar nga Bashkimi Evropian, që nënkupton që çdo prodhim i energjie elektrike jo rinovueshme në vendet e rajonit do taksohet shtesë nga Bashkimi Evropian. Edhe këtu, ky është një oportunitet shumë i mirë që Shqipëria, duke qenë kampion i energjisë së rinovueshme në rajon, të shfrytëzojë këtë potencial dhe të rrisi investimet në energjinë e rinovueshme. Kjo politikë e Bashkimit Evropian e gjen Shqipërinë shumë të përgatitur dhe madje në një proces më konkurrues në gjitha vendet e tjera.